Jemi këtu në sheshin e Prishtinës ku do t'i pyesim qytetarët kësaj radhe se a duhet të normalizohet mbi pesha dhe nën pesha në media apo duhet të arrihet perfeksioni. Në media, a duhet të jemi perfekt apo ka rëndësi të normalizohet mbi pesha nën pesha apo nuk ka lidhje fare? Sipas juve. Qa po mendon nën peshën mbi? Nën pesha kur jemi më të holl, edhe kur jemi mbi peshë me kilogram më shumë apo nuk ka lidhje kjo gjë? Nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje. Absolutisht. Ja. Pra nuk duhet të dukemi gjithmonë perfekt. Jo. Pa ma pasysh. Se cili e ka stilin e vetë. Po të folurit sa ka rëndësi sipas jush? Të folit, po sigurisht që ka rëndësi. Ka rëndësi. Për me folë. Po në Kosova mendoni se paragjikojnë qytetarët që dalin media fytyrat publike për peshën? Paragjikohen. Normal që nuk duhet të paragjikohen. Se është palidhje, bullizim. Ju e cilësoni bullizëm? Po, paragjikimin po. A mendoni se duhet të normalizohet mbi pesha edhe nën pesha në media, në skenë apo duhet me qenë gjithmonë perfekt, sipas juve? S'do me thonë, kur gjë s'do me thonë, se mas meja, nuk do me thonë që duhet me konë perfekt. Mirë është me u dok mirë, me u dok sa ma e hollë, ma i veshën, ma i mirë, ma bukër, ma i ri, ma thënë. Kretë mirë, po s'do me thonë, kërësorja, si mas meja, sepse në sistemin e kalum e kemi zgjedhë, përpar nuk e kemi marrë, gjithë kanë me dalë në televizion. Vetëm ata që kanë ditë me folë mirë, ato femna ose mashko, që kanë pasë gjuhën, do të thonë njerëz mirë gjuhës, ata kanë mujtë me dalë në televizion. Tash për del gjithë kush. Pra sipas juve ka rëndësi të folurit shumë? Ka rëndësi fjala, se qatë fjallën dëgjon edhe fëmija, edhe i shkollari, edhe i plaku, edhe i mesatori, e në gjë gjuhën. Do të thënë gjuha unifikuar, duhet me qenë ajo gjuha e televizorit. Nuk duhet me konë gjdo lloj gjuhë, po gjuha e unifikuar duhet me qenë televizor, si mas mendimit ta. Në media, kur shohim qytetarë ndryshëm me mbi peshë dhe nën peshë, a duhet jemi gjithmonë perfekt apo jo? Është mirë me konë perfekt, kjo është e vërteta. Gjithmonë duhet me këqyrë me mojtë peshën, për shkak se është shumë, mbi pesha është shumë e rrezikshme dhe për mendimin tim. Kur gjë tjetër s'kam për me thonë. Veç nëse ki ti pyetje, veç vazhdo. Të folurit a ka rëndësi sipas jush kur dalmi në media? Sa ka rëndësi? Të folurit? Po, sigurisht që ndikon edhe ajo. Ndikon edhe të folurit, edhe këshillat, edhe çdo san ndikon. Por me u vëdisua njerëzit edhe me mojt pak vitalitetin edhe peshën edhe mos mu bo obezitet atë që shtirët, që kjo është krejt. Nuk do të parashikohem. Nuk do të me qenë perfekcion gjithmonë? A do të jemi perfekt apo s'ka lidhje pesha? S'ka lidhje pesha, perfekt do të kanë. Perfekt apo nuk ka lidhje mbi pesha dhe nën pesha? Duhet të paragjikojmë në këtë pjesë. Mbi pesha, nën pesha s'ka kurrë lidhje, ajo është një nënçmim edhe një si ta quajmë një diskriminim i njerëzve. Ato largoni prej mendjes, po ka shumë të kësi janë këtë vend që jam shumë i revoltuar. Edhe të folurit a ka rëndësi sipas jush në media? Gjithsesi, se çfarë shohim prej media është me rizotit. Të akuzimin ndaj gazetarëve, ngacmimin ndaj gazetarëve, e shumë sene tjera. Më thonë është veni i vetëm botë që i lejen këtë sene. Duhet shteti me marrë ligji. Në media duhet të jemi gjithmonë perfekt apo duhet të normalizohet mbi pesha dhe nën pesha, pra? Po duhet të normalizohet, po s'pa ka qallësi kur gjë. A mendoni se duhet të jemi gjithmonë perfekt? Po, gjithmonë.